Me datën 5 prill, thirrjen e përbashkët të cilët si duket sot ju shkojnë në vesh të shurdhër zyrtarëve të ZRE-s. Thirrja e qytetarëve të Republikës Kosovës le dëgjohet fillimisht nga ky shesh, nga sheshi Zahir Pajaziti, dhe ajo thirrje është asnjë cent më shumë, asnjë cent më shumë, asnjë cent më shumë, asnjë cent më shumë. Asnjë cent më shumë, 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 asnjë cent më shumë. Sot në mënyrë arbitrare, në mënyrë jo legjitime, në mënyrë të njëanshme, bordi skandaloz i zyrës së rregullatorit për energji vendosi në emrin e qytetarëve të Republikës Kosovës pa i pyetur dhe pa i marrë konsiderat komentet e tyre. Ata sot nuk e përfaqësojnë dhe nuk janë atje për ta rregulluar aspektin energjetik në Kosovë, por janë atje për ta dëmtuar edhe më tutje standardin e qytetarëve të kësaj republike. Edhe një herë nga sheshi Zahir Pajaziti ne ja çojmë një selam që këta qytetarë që janë sot këtu, ata që ishin me datën 5 prill dhe shumë mira të tjerë, qindra mira të tjerë e kanë dhënë përgjigjen dhe përgjigja e tyre është e qartë. Asnjë cent më shumë. Asnjë cent më shumë. Asnjë cent më shumë. Asnjë cent më shumë.